Dumfur. Topi gjatë drejt Bismarck, e godet. Pan topin, provon të kalojë, mbyllet, Prodani. Ka bon pasimin Dumfur, mbetet përpara skuadrës Skënderbeut, vjen ky krosim, Charles Bismarck. Bitrau në portës, shkon top. Krosimi drejt zonës, ndërhyet me kokë aty, Musta. Pas balaj, vjen kjo goditje, Balora, këndore shkon. Ishte gohet i mirë në dosën e tij mbrojtësi Laçit. Dumfur ishte një pasim disi i rrezikshëm me William Cordero. Vjen topin zonë, largon rëndit Dumfur, pas Bismarck për Lukinjas. Shaqe. Ka këtë mundësi dëshme Ignatja, Dushkja. Do shta nuk i bëri zgjedhjen e duhur. Provon dhe njërë Ignatja këmgullse. Rallë Dumfur, gabon ai, por ndoshta i ndihmuar dhe nga Jahaja, që mund bënte më shumë, rikuperoi gabimin me njëherë. Drejt zonës, Dumfur mbetet ende aty, më pas mundësia e djafta, topi devijohet, çfarë shansi për Rexhiun, Gjermani, vion krahun tjetër. Top drejt sulmi, Dumfur me kokë, e ul për kapitenin Prençi. Dumfur. Amadou Sabo. Kundërkohë, megjithatë braziliani lufton për ta mbajtur në sotrim skuadra e tij me Randi Dumfur në qendër. Sabo. Nuk ka faull, s'ka rregull me Meti, Picuka, i ndërhyn Vasquez, të shohim Teti Cara, Dumfur. S'ka rregull të Dumfur largon topin. Prengaj këtu. Avancon Prengaj për mund shmang dhe Dumfur. Blokohet në fund nga qendërmbrojtësi Skënderbeut, por Esat Mala. Provon të nxjerr përpara vllaznin me shpejtësinë e tij, edhe një herë Dumfuri sakt. Shaqe. fund të dyja ndeshjeve. Bicuka provon dhe një për Partizanin, Dumfur mbyll mjaft mirë duke kthyer topin te Kalia. Emçi largojnë, Hakaj kontrollon edhe njërë tjetër. Vjon sulmi, Ze Gomes, vonon Ze Gomes. I ndërhy Korçarët ja marrin topin. Ky top drejt Joel është Ze Gomes, i saktë, merr mirë. 1-1 me Dumfur, përvon ta shmang dhe nuk ja del dot fitoj as këndoren. Prekja e fundit ishte e tij. Melo. Provon tunel ndaj Dumfur, i vjen në ndihmë dhe Rebiu këtë fundit. Shohim vjen Arkimi. Topi i larguar sërish William Cordero. Tenton të driblojë ndaj Dumfur, nuk ja del dot, megjithatë. Kohet në thellësi Ze Gomes, dueli me Dumfur, mpan brenda vjeve kufizuese, Ze Gomes. Ze Gomes, rifon të kaloi Dumfur e mbyll, rifoni me duar për skuadrën e Elbasanit. Buxhelajn. Lëviz Buxhelaj sërish për Taipin, i cili harkon tani topin në zonë, Pozdrelov e ul, Pozdrelov kërkon hapësirë për goditur, nuk e gjen atë, as për të pasuar. Rabiu për tek Dumfur, largon top nga Korçarët, Juri, ka pasimin për balen, edhe një tjetër Loran, i Toto Mandela, sërish Loran, mbyll Dumfur, kapiteni, pas tu humbet e Kuli. Vjen Arkimi ti në qendër, i mirë largohet nga Bruno Abaza e Peralta. Da Silva me një fitër mjaft mirë ndaj Dumfur, por shumë i shpejt i vendosur mirë po. 2024 është java e fundit për të kthyer më pas 11 janar. Shohim më njëherë skuadrën e Elbasanit, Leshi provon të kaloj, Dumfur e mbyll. Ftohet Maliqi, avancon ai gjithë Maliqi, kërkohet i Toto Mandela, provon goditje, mbyllet këngull i Toto Mandela. E ban aktiv aksioni Da Silva. Arkimi sërish i brazilianit Dumfur, Juri Merlim. Soler.
Pasimi për Rimalet Gjio në topin qendër, Dumfur largon, Soler, edhe një herë Tirana. Nis me nxitim Ignatia. Ja hapet në krah Fernando. Vjen topi i ulët drejt zonës, është Dumfur që spastron rrezikun. Kurti. Top gjatë në qendër, Dumfur largon si mundet. Nuk sjell panik portën e ekipit Kurbinës. Top gjatë i përdit e William Cordero, por mbyllet nga Dumfuri, vjen pas shpine futbollistit brazilian. Lëvizja e bukur e Gjiot, por është i vëmendshëm Randi Dumfur që shkon. E kësaj përballje ka nisur kjo sfidja në vendasit me topin e parë. Është pikërisht William Cordero, braziliani i cili Përvëngjej Bajrovic në krahun tjetër. Bajrovic, pasimi drejt Voglit. Mundësia ideale, nuk shkon ai pasim drejt Ernest për të mbyllur përfundimisht sfidën. Ku e Dros Leshi kërkohet kasa, ndërhyn aty Dumfur, i shpejt Dumfur arrin të mbyllë shiritin pas argimit të rapajt e të Carës. Shohim ndërkohë Taipin me këtë arkim për plasjet ndodhin jashtë zonës. Asgjë për të vërshëdyer. Topi shkon në rivënie ansore. Edhe një herë për Buxhelajn që ka hapësirë arkimi e bën në qendër të zonës. Dumfur largon një moment, nuk arrin më tej Ismaeli dhe sërish Dumfur. Një largim të dyfish të topit prej tij nga